Qirësi, perikopeja ungjillore që dëgjohet në kishën tonë të shenjtë ortodokse. Sot, këtë të diel të dytë të triodhit, në të cilën ndodhemi, është paravolia mjaft e njohur e plankprishësit. Sa herë që i referohemi paravolisë së plankprishësit, brenda nesh shtohet mirënjohja, falenderimi dhe doksologjia për Perëndin e shenjtë triadike, i cili zbuloi mëshirën e pafund të tij ndaj ne mëkatarëve. Kjo mëshirë e pafund e tij është edhe esenca e kësaj paravolie. Do t'ishte shumë më mirë nëse do të kishim kohë në dispozicion ta shpjegonim paravolinë në të gjithë thellësinë e saj. Por me që paravolia është mjaft e gjerë, do të qëndrojmë vetëm në disa pika. Djali i vogël iku u largua nga ati i tij, duke marrë me vete edhe pjesën e pasurisë që i përkiste. Kjo është një pikë që duhet të theksohet. Këtë lëvizje partizane e bëjmë të gjithë ne. Të gjithë ne, me mëkatet tona, largohemi nga Perëndia. Distancohemi. Ati do të mundej të mos jap asgjë tek biri, që befas vendosi tik. Pasuria është e atit dhe e përdor si të doj. Dhe me gjithë se ati hidhërohet për kërkesën e birit të tij, nuk ja privon ati të mirat materiale. Me mënyrë të drejtë ndau pasurinë dhe la djalin e tij të papërvojë dhe të padal të veprojë sipas dëshirës së tij. Kjo është sjellja e dashur e atit. Le të mendojmë për pak një gjendje. E imagjinoni se si do të ishim nëse tek të gjithë ne që largohemi prej atit qiellor, na privonte të mirat materiale të jetës. Fatmirësisht, këtë nuk e bën. Por na lë të shijojmë të mirat materiale. Dhe pret. Çfarë pret? Biri miri iku dhe shpërndau pasurinë. Nga djala ati të pasur, ka ta ndisi të kullosë dera. Zoti bekon çdo punë të ndershme. Që të jesh bari nuk është as pak e keqe. Por Zoti ynë Isu Krisht në paravoli zgjodhi bariun e derave për të theksuar katandisjen e gjithë atyre që largohen nga ati. Mishin e derit e ndalon ligji i Mojsiut. Kështu duket se biri që u largua përfundimisht u kthye kundër ligjit që vendosi ati. Atje u udhëzon mëkati. Na bën armiq të Perëndisë dhe na varfëron. Pandehim se larg Perëndisë dhe pa Perëndin do të jetojmë si të duam, por ka ta ndisim të mirë dhe shërbëtor të uritur të së keqes. Nuk gjejmë as lende për të thyer urin. Na lë Perëndia që të largohemi nga afërti, por nuk na braktis. Na le të shtrydhemi, por edhe na pret. Kaq e madhe është dashuria e tij. Plankprishësi në një moment u ndritshua.
erdhi në vete. Kjo është ora e bekuar. Është momenti që njeriu konstaton katandisjen e tij, varfërinë e tij, marshimin e gabuar të jetës së tij larg Atit. Plankprishti pa reckat e tij dhe ju kujtuan veshjet luksoze që dikur vishte. Mblidhte sa lende binin nga gojet e derave që të ngopet dhe kujtoi tryezat e pasura tek shtëpia atërore. Konstatoi se shkel në taban të neveritshëm dhe erkeq dhe solli në mendje mjedisin e dikurshëm. Kuptoi se sa ashpër i sillet punëdhënësi i tij dhe krahasoi me qëndrimin e dhemshur të Atit të tij dhe mori vendimin e pakhthyeshëm të kthehet mbrapa tek Ati.